Unë nuk flas vetëm anglisht, flas edhe gjuhë tjetër të huaj, po më mirë se shqipe nuk flas asnjë gjuhë. Edhe flas shqip, flas troç, kam fol gjithmonë si duhet për Shqipërinë dhe me Shqipërinë dhe është e vërtet që ajo detyrë është nder i madh, po çdo detyrë këtu në kuvendin e Shqipërisë është po ashtu nder i madh. Kështu që jam e qartë, jam e qetë, e vetmja gjë për cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha në sallën e kuvendit dhe jo ndonjë tjetër. Vetëm për këtë jam e habitur që i doli fjala për asgjë tjetër. E kam me Sali Berishën dhe nuk e dia, po sigurisht shkakton një lloj emocioni caktuar që do kthehem të bëj replika me Sali Berishën. Të gjithë e kanë nga vetja, Sali. Asnjë nuk e ka nga të tjerët. Të gjithë nga vetja e kanë. Unë nga vetja, ti nga vetja, të gjithë nga vetja. Dhe për veten vetëm mbajmë përgjegjësi mbi këtë dhe.